është një shërbim që quhet asistencë rrugore. Që ka filluar më përhap tek ne. Dikush i thotë sigurim. Mirë, po ai nuk është sigurim. Ajo është asistencë rrugore ku kompania ose njëra palë zotohet me palën tjetër që e bën pagesën që në vendet caktuar, për shembull brenda vendit tonë, brenda në Kosovës, kudo që e ke kerrin me defekt, vim ta tërheqim. Do ta ofrojmë asistencën dhe shërbimin. A ekziston kjo? Ekziston kjo. Mirë, a lejohet as lejohet? Ta shohim se çka ofron. Mirë, nëse kjo asistenca rrugore ose kompania e cila ofron asistencë rrugore, ofron vetëm shërbimin. Ofron vetëm shërbimin edhe pjesë që janë të lira dhe të lehta që nuk janë shumë të kushtueshme dhe nuk i kushtojnë vëmendje dhe nuk i bojnë shumë, nuk kanë shumë rëndësi as për asnjë në palë të kontratës. Kjo del me qenë që nuk ka problem ta. Nuk ka problem ta, për arsye se është shërbim i cili ka mundësi me ndodhë, ka mundësi mos me ndodhë, mirë, po parafërsisht parashikohet se sa ka mundësi me ndodhë, pastaj perimetri vendor, domethënë koha gjithashtu, po edhe vendi se ku ta afron atë shërbimin, ai parafërsisht mundësinë e ndodhjes së këtyre defekteve i parafron me pagën që e kërkon, edhe parafërsisht aty plus minus sillet dikun. Përderisa ofron vetëm shërbim, domethënë tërheqje të makinës, domethënë ke makinën defekt, mirë, e marrim ku do të më çu. Apo do me qute mjeshtri që ti dën, apo e qojmë të një mjeshtër që e qojmë na edhe e lam aty kerrin, pastaj ti mirësh me ta. Ose ofrojnë në pjesë të lira, për shembull nëse ndodh që më dëmton ndonjë gumë që ka nevojë për lëpitje ose kështu, domethënë shpenzime të lehta dhe pjesë të lira, edhe këtu nëse hin këtu nuk ka shumë problem. Problemi është kur asistenca rrugore të ofron tyje edhe shërbimin, domethënë tërheqjen, po edhe pjesët. E këtu të pjesët e kemi problemin. Sepse nuk e dim çfarë pjesë është defekti. Këto pjesë mund me qenë shumë më të shtrenjta se sa paga që është, po mundet që kjo pagë më bëhet disa muaj ose për disa vite, ndërsa mos e pas nevojë as një pjesë me shtiktu. Domethënë që i bie se norma e gararit dhe pasigurisë këtu rritet. E kështu që asistenca rrugore, po themi, që nëse ofron vetëm shërbimin, tërheqjen e kerrit në defekt, edhe me sjell ato deri te mjeshtri më i afërt ose mjeshtri që e preferon domethënë pronari i kerrit, edhe e lën atë pastaj merret me kerrin, nuk ka shumë problem. Nuk ka shumë problem për arsye se parafërsisht parafërsisht mund të vlerësohet se sa punë, sa lodhje, sa mund të ofron. Mirë, këtu mundemi me bëu një përjashtim tjetër. Ajo është se disa njerëz të cilët i kanë makinat e vjetra, kerret e vjetra, defekte të shpeshta, pastaj udhtojnë shumë, udhtojnë për vendet pasigurta, ose nëse për shembull vozitja është femër, edhe i bjen me udhtu, mundet me zon kohë të ndryshme, natë ose kohë të papërshtatshme në vende të pasigurta për ta ose të frikshme, atëherë i themi përderisa e ka patjetër, mundem me thonë që e bën kontratën e asistencës rrugore keq që shke mirë, po jo pse është e lejuar asistenca rrugore këtë rast, mirë po për shkak të rrethonave të jashtëzakonshme që këta shofer edhe këta pronarë të makinash e kanë një rrezik më të madh se sa me bë pagesën, domethënë të asistencës rrugore, e cila tham që është ndaluar nëse ofrohet shërbimi edhe pjesët e dëmtuara.